Pa një shok që jeton jashtë, na sjellni video të bukur nga Tirana dhe thash po dalte bloku, po lere fare se dolën plerat. Këto kështu, pavarësisht se duket që jam në Kandahar, nuk është e vërtet. Jam në mes të Tiranës dhe jam te bloku, që thoni ju, sepse ata që jetojnë jashtë e kanë fiksim, thënë sa vin këtu, thënë po te bloku kur do dalin. Kështu që kosha plena prap. Po sa hajnë këto tironësit, Maria, po sa hajnë këto te bloku. Me gjitha të regulohet situata, paksa, sepse ka dhe lule. Shikon? Ka dhe lule. E jam tu te bloku. Këtu i thënë ka qenë Grandi. Këtu është kryesia e parlamentit. Që ta dini, edhe pse disa e din, po thjesht e kanë harruar. Këtu është vila Xhaxhit Enver. Ish Xhaxhit. Se Xhaxhi është, or edhe mund tjetë, se për Greta Garbo kështu thënë që bën si ku ka vdekur, por nuk ka vdekur. Elvis Presley thonë që ka vdekur, por nuk ka vdekur. Michael Jackson thonë që ka vdekur, po nuk ka vdekur. Kështu që do thoni ju pse e bërë këtë video, pse po e bën. Po e bëj sepse i merr malli njerëzit për të parë edhe copa rrugësh, edhe rrugë të shtrëmbura. Kështu. Janë gjëra që ndodhin. Sepse kujtimet nuk lidhen gjithmonë me vende piktoreske apo me gjëra perfekte. Lidhen edhe me rrugë me gur, me pallate të vjetra, me ca momente njerëzish. Përse kjo është pjesa më e bukur tani që do kaloj rrugën. Pa vija të bardha. Hop. Hop, 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 hop. Opa, 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 opa. Dhe kjo pamja kështu që hop, si e dhier, po krenar. Që kalova rrugën, po të thjef shakalin. Olti nuk flet kot. Matilda, do dalësh te video YouTube? Estetistja më e mirë, zemra ime. Jam duke gjurë lart, jam vërtet. Do dali vërtet kjo? Do dali vërtet? Po, ajde, shkryj. Ciao. Matilda goca më urtë, që tha, amase. Po bën video këtë do e fshi dhe heqi këtë pjesën time në montazh. Po jo. Nuk do e heq. Nuk kam se da heq, fare. Kështu që ka që pat kjo punë. Ora, ku po shkoja unë, more? Ku jam unë këtu? Jam te Sky Tower, okej. Okej, Edi. Si ka turista Tirana. Turista, hello. Kështu që edhe këtë punë kemi marrë rrugën tani te Kapriço e famshme. Kjo është brigada numër 8. Brigada numër 8. Nuk pas ka 8 vet. Rruga është bosh, por kjo rruga aktivizohet shumë në fundjavë. Në fundjavë bëhet nami. Kalojmë dhe këtu rrugën si mut. Okej. Ja ku e kalova. Dhe kjo punë mori fund. Peper i famshëm. Këtu kam dentistin unë. Ja, këtu. Pa mos bëjmë abe dentistër se kam përshtypjen asnjë nuk i ka qef shkretët. Prandaj ecim drejt. Ecim drejt. E disa njerëz po thënë, qa po ky idioti këtu? Qa është duke bë, qa është duke xhiru? Dhe kush po del? Kështu që se nuk e dim punës edhe kjo. Kjo është punë, siç punojnë tjerët, siç punojnë këto për shkak ndërtim, punoj unë në YouTube, okay? Kështu që mblidheni mendjen për këtë.
Kjo video bë me 2 pjesë, do thoni ju pse, sepse më ra telefoni, edhe thoti shoki, thash ku je te berberi, tha, dhe unë nisa unë për te berberi im. Po duhet dini një gjë që çdo shqiptar ka berberin e vet. Dhe berberi im nuk është berberi ati. Kështu që vazhdojmë ecim. Po ky pallati kështu, si është i got. Shive, o i lartë, që në fund fare si vjen duke zvogluar. Si hing. Hajde gjeje. Nga zbresi njerëzit nga hinka, se mos zbresi nga hinka, thëj. Qa punë tjetër kanë. Për të afruar tani te, edhe kjo kafenea shumë e famshme, është Tribeca. Prap po kaloj rrugën me shpresë që mos na shtuti. Opa dumdumi. Opa Tribeca. Ja, kjo është Tribeca në mes bllokut. Kënga në sfond është Lasciate mi cantare. Bloku vazhdo ndërtohet, Ky pallati është me 4 këmbë, kështu që është në rregull. Dakor? Atëherë, mora vesh diçka, që kjo rruga quhet Brigada numër 8. Nga fillimi deri në fund. Brigada 8 fillon te Sky Tower dhe mbaron në fund fare te Juvenilia e 10. Është kohë shumë e mirë në Tiranë dhe njerëzit vazhdojnë dhe pinë kafe egërsisht dhe i bëftë mirë. Kaluan një pallat, po pallat tjetër, doni. Prandaj njerëzit këtu ankohen nga pluhuri dhe i marrin pluhurat nga 50 herë në ditë. Dhe në për supermarkete, gjë që shitet më shumë janë lecka e pluhurave. Imagjinoni pak ç'a bëhet. Sepse janë gjitha këto ndërtimet që prodhojnë pluhur. Jo thash për dumdumin, urdo. E shikoni një alamet dumdumi, sepse unë nuk gënjej. Kur themi dumdum, është dumdum. More dumdum. Opa, i dha dhe gaz. Bravo. Bravo. Pa tjetër, se ka dhe trafik, kështu që duhet një bori për të hapur rrugën. Po ju tregoj, sigur t'ishi duke shëtitur ju vetë në për Tiranë. Dakord? Një super shëtitje. Ma atë rast më bëj dhe hecje, mos duhet ta bëj çdo ditë këtë? Okej. Do e bëj çdo ditë. Dhe shpeshherë do e postoj me ju. Për ju. Me ju për ju. Bye. Ja ku jemi këtu tani.